Dashi. Sot asnjë njeri nuk do t'ju marrë me rëndësi, prandaj duhet të ndryshoni mënyrën tuaj të sjelljes menjëherë. Nëse jeni në dashuri, filloni të shfaqeni me një autoritet shumë të lehtë pranë atij që keni pranë, për të siguruar se edhe ai do t'ju admirojë me pasion. Pas dite, planifikoni një shëtitje të shkurtër diku për të kaluar kohë vetëm me atë që dëshironi. Ju beqarët duhet të mësoni se si ta manitni atë që ju tërheq, sepse gabimet shpeshen dhe largohen më larg nga vetja. Në punë, do t'ju kërkohet të merrni masa të forta. Mos i kushtoni shumë vëmendje këshillave të kolegëve, por dëgjoni e prart. Buxheti juaj do të rritet për surprizë të mrekullueshme. Demi. Kjo ditë do sjellë energji pozitive dhe do t'ju mbush me gëzim. Nëse keni një marrëdhënie, do të bashkëpunoni çdo çast, shkëmbeni ide të reja me partnerin tuaj për të arritur qëllimet e përbashkëta. Do të ndiheni shumë mirë, trupisht dhe mendërisht. Nëse jeni ende beqar, mos lini rastësinë, por mendoni me kujdes dhe veproni sipas një plani të mirë menduar. Mundësitë nuk do t'ju mungojnë fare sot. Në punë do të ndryshoni mënyrën e veprimit dhe strategjitë për të arritur sa më shpejt objektivat saktë të kërkuara. Shpenzimet do t'i kryeni me shumë kujdes, duke siguruar që gjendja e financave të mbetet kënaqshme. Binjakët. Mërkuri do t'ju jap ide të reja sot, duke treguar se si të përmirësoni ditën tuaj dhe të arrini më lart. Do jeni zgjuar dhe më të qëndrueshëm. Nëse keni një lidhje, do përpiqeni pafund për ta bërë që partneri juaj të ndihet vërtet i bekuar. Do përdorni fjalët dhe gjestet që krijojnë një atmosferë magjike. Ju beqarët do shkoni në vende të ndryshme sot dhe atje do njiheni me njerëzit që keni ndëruar gjithmonë. Në punë duhet t'i pranoni sugjerimet që do t'ju bëhen, sikur të mos ndiheni plotësisht të sigurt. Ju keni aftësi që as vetë nuk i dalloni dot. Me shpenzimet tregoni realiste dhe sigurohuni që gjendja e financave të mbetet e qëndrueshme. Daforia. Sot do të ndiheni të bindur dhe të vëmendshëm. Rrezet e diellit do të depërtojnë fort në jetën tuaj sot. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të adhuroni të ndryshoni disa zakone të partnerit, por kjo nuk do të nënkuptojë se lidhja me partnerin është problematike. Për fakt, ai do të jetë me humor të shkëlqyer dhe nuk do t'ju shqetësojë as pak. Ju beqarët do të takoni persona të ndryshëm nga vetja, por me ta do të fillojnë shpejt lidhje të bukura dhe premtuese. Në punë nuk do t'ju mungojnë as pak ide, por thjesht do t'ju kërkohet pak më shumë guxim. Pranojeni mbështetjen e kolegëve ose familjarëve. Financat do jenë mjaft interesante. Luani. Sot do të jeni shumë të qartë dhe do të dini saktësisht se si të reagoni. Nëse keni një lidhje, do t'ju duhet thjesht të kaloni pak më tepër kohë me partnerin, sepse kur të jeni të dy pranë njëri tjetrit, zemra do t'ju udhëheqë drejt çdo vendimi me besim. Ju beqarët do të mësoni shpejt si të flirtoni me sukses dhe stil unik. Ka mundësi që pas dite do të ndodhë diçka e mrekullueshme. Në punë, planetet do t'ju sjellin fat dhe mendime të qarta. Jo vetëm që nuk do gaboni, por do të arrini rezultate edhe më të mëdha se ato të parashikuara. Paratë do të jenë më kënaqshme. Virgjëresha. Sot do të mbani shumë shpresa për të ardhmen dhe do ta shihni gjithçka me optimizëm. Nga ana tjetër, do të jeni tepër ndjeshëm dhe i dashur. Nëse keni një lidhje, përpiquni të ruani far pavarësie, sepse do të ndiheni më mirë. Debatet shmangini aq sa të jetë e mundur, por nëse fillojnë, përpiquni t'i zgjidhni me qetësi dhe jo me nxitim, me durim plot. Nëse jeni beqar, ka mundësi që të vendosni të qëndroni siç janë edhe sot. Në punë, duke ndjekur vetëm strategji strikte dhe duke bërë kujdes, mund të arrini ta mbani situatën nën kontroll. Financat do të kërkojnë maturi, pavarësisht se situata do të jetë shumë konsoliduar. Dashuria. Merrini gjërat me optimizëm të fortë gjatë kësaj dite dhe shikoni me besim se gjithçka do të shkojë mbar. Po mendoni keq, besuar se asgjë të mirë nuk do ndodhë. Nëse jeni në një marrëdhënie, bëni diçka të veçantë dhe luftoni me gjithë pasionin monotoninë. Sido që marrëdhënia juaj me partnerin të jetë e zakonshme, diçka do t'ju jap entuziazëm të ri. Ju beqarët do të jeni të përmbushur, por nuk do të arrini të shprehni ndjenjat dikujt. Në punë do t'ju jetë e vështirë ta lëshoni veten plotësisht dhe të bëni çdo përpjekje për t'ia dalë. Vetëm kështu gjërat do të shkojnë lehtë. Për financat nuk do të ketë ndryshim. Akrepi. Dita e paqëndrueshme e sotme do të jetë e trazuar. Në disa momente do të shfaqeni me humor të lehtë dhe do të jeni gati për çdo veprim që ju sjell kënaqësi, ndërkohë do të mbuloheni hesht dhe shpejt gjithmonë. Nëse keni një lidhje, kjo qasje e papritur mund të sjellë konflikte të forta. Kujdes, pasi edhe durimi. Partnerit ka kufizime të qarta gjithmonë.
Ju beqarët nuk jeni ende plotësisht të bindur për të kërkuar dashurinë e madhe dhe nuk do të largoheni nga vendi. Në punë do t'ju jetë kozë në ankth, sepse nuk do të arrini t'i menaxhoni si duhet detyrat që ju janë dhënë. Financat do mbeten ende delikate. Shigjëtari, do t'ju duket se mendimet tuaja janë shumë të çrregullta gjatë kësaj dite dhe do të ndiheni të pasigurt. Nëse keni një marrëdhënie, do të ndjeni mungesën e pasionit dhe emocionet e thella, por kjo nuk do të nënkuptojë se lidhja me partnerin është problematike. Kujdes vetëm të mos bëni komente që mund të lëndojnë thella atë që keni pranë. Ju beqarët do të ndiheni më mirë pranë dikujt që keni njohur për pak kohë dhe do të filloni të mendoni për t'i çuar marrëdhëniet tuaja më tej. Në punë do të dini ta menaxhoni situatën në favorin tuaj dhe kjo do t'ju sjellë kënaqësi të jashtëzakonshme. Edhe financat do të jenë mira. Britsjapi, sot do t'ju gjeni përgjigje për çdo pyetje që ka mbetur në mendjen tuaj dhe do ndiheni qetë pas mesdite. Ju të dashuruarit nuk duhet ta shihni lidhjen tuaj si një burg, por anët pozitive duhet t'i vlerësoni. Mos harroni të tregoni besim duke shmangur komente që mund të lëndojnë thellë ndjenjen. Ju beqarët do të kaloni një ditë monotone dhe pa ngjarje të veçanta. Në punë do të bëni më shumë përpjekje gjatë kësaj dite dhe do t'i vini gjërat në vijim me sukses. Edhe marrëdhënia me kolegët do përmirësohet. Në planin financiar, mos ndërmerrni hap pa këshilla mira nga të afërmin. Ujori, dita e sotme do të jetë më e bukur dhe do të krijoni lidhje harmonike me të gjithë. Nëse keni një marrëdhënie, do të jeni ju ata që do t'i drejtoni partnerin gjatë kësaj dite, duke krijuar një klim të ngrohtë. Mbrëmja do të jetë akoma më e bukur dhe romantike. Ju beqarët do të merrni stesa, por pasi disa gjestet e atyre personave nuk ju pëlqejnë, do të vendosni të hidhni hapa tani. Në punë do të keni më shumë vullnet për të ecur përpara dhe do të arrini me sukses të qëndroni jashtë orarit. Financat duhet t'i mbani sa më të kufizuara, përndryshe do të vuani gjatë. Peshqit, humori juaj do të jetë i ndryshëm nga minuta në minutë. Edhe pse do të përpiqeni, nuk do të arrini të ndiqni linjën. Nëse keni një lidhje, mos u përpjekni të tërhiqni partnerin pas hunde, sepse gjërat mes jush do të acarohet më shumë. Përpiquni të flisni qetësisht me të dhe të gjeni një gjuhë të përbashkët realisht. Ju beqarët do të jeni të motivuar dhe do të flirtoni me disa persona. Në punë do e keni të vështirë ta lëshoni veten plotësisht dhe të bëni çdo përpjekje për t'ia dalë. Duke u stepur, disa kolegë do të përfitojnë dhe mund t'ju zënë edhe vendin. Financat nuk do të jenë as të këqija, as edhe jashtëzakonshme. Përshëndetje! Nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe. Mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!